ndërsa nisma si subjekt mbeti vetëm dhe prap po mbetet si një instrument i cili mund përdoret nga të tjerët. Në këtë rast, nëse nisma nuk mund ta kaloj pragun, që nuk e dëshiroj ato, supozohet që votat e tyre do të shpërndahen kryesisht te subjektet e mëdha, konkretisht këtë rast tek subjekti fitues që do të dalë në këto zgjedhje. Sa për ta përmbyllur këtë fjalimin fillestar timin, po them që varësisht pretendimeve të subjekteve politike, ne akoma nuk kemi pa një ofertë të mirëfillt karshi elektoratit, karshi votuesve, karshi qytetarëve, mirë po kryesisht